الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله تعالى نحمده
نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وأصلي وأسلم على آله وأصحابه ومن تبع إحسانه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Falenderimet më të sinqerta i takojnë Allahu xhalleshanuhu. Atë falenderojmë nga ai ndihmë dhe falje kërkojmë. E falenderojmë Allahun xhalleshanuhu që na ka bërë musliman. E falenderojmë Allahun xhalleshanuhu që na ka bërë pjesëtar të ummetit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. E falenderojmë Allahun xhalleshanuhu që krijoi errësirën që drita të ketë kuptim. E falenderojmë Allahun xhalleshanuhu që krijoi sëmundjen që shëndeti të ketë kuptim. E falenderojmë Allahun xhalleshanuhu që krijoi thatësinë që shiu të ketë kuptim. E falenderojmë Allahun xhalleshanuhu që krijoi këtë dunjë që xheneti të ketë kuptim. E falenderojmë Allahun xhalleshanuhu që krijoi vdekjen që kjo jetë ketë kuptim. Salavatet, selamet, përshëndetjet e përzemërta ja përcjellin fytyrës së ndritshme, shëruesit të zemrave tona, ndriçuesit të syve tona, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të sinqertë, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij gjerë në ditën e fundit në këtë dunja, të ndershëm vëllezër besimtar, shumë të dashur musliman, musafir të Allahu xhalleshanuhu. Është e bukur kur njeriu jeton në Islam. Është edhe më e bukur kur njeriu jeton në Islam si besimtar e si musliman. Është edhe më e bukur kur njeriu jeton në Islam si besimtar e si musliman e si dobishëm për të tjerët. Është edhe më e bukur kur njeriu jeton në Islam si besimtar, si musliman, i dobishëm për të tjerët e kur interesohet për njerëzimin. Shpesh ndodh që na ja drejtojmë gishtin vetvetes duke e pyetur se çfarë po ndodh me hallin e muslimanëve. Çfarë ju ka bën vaki muslimanëve? Çfarë po ju bën vaki muslimanëve? Ku janë duke shkuar këta muslimanë kështu? Çfarë po i bën vaki biznesit musliman? Çfarë po i bën vaki shoqërisë muslimane? Çfarë po i bën vaki familjes muslimane? Çfarë po i bën vaki gruas muslimane? Çfarë po i bën vaki sektorit femër të musliman? E çfarë po i bën vaki shtyllës kurizore të muslimanëve, e cila është rinia? A jeni duke ditë ku jemi duke shku? Na kemi qef me qenë musliman besimtar, por jo me jetu si musliman e besimtar. Të ndeshëm vëllezër e shumë të dashur musliman. Prezenca juaj këtu në Europë tregon të gjëra shumë të mëdhaja që jam shumë i sigurt se një numër i madh
duke filluar nga Sultan Sulejmani dhe komplet administrata e tij shqiptaro-turke, bosnjake e azerie, dy që kishin xhelozu komplet. Sultan Sulejmani në 2 tentativa ka mri gjerë në Vjenë, në murët e Vjenës dhe është kthy mbrapa, s'ka mujt me të bërtu ande. Sikur ta dinte se muslimanët me djersën e ballit, me punën e sinqert, me besnikërinë e jetës, me jetën familjare të suksesshme, ma dignitet të fuqishëm, do të kenë faltore në mes kryeqyteteve më të mëdha të Europës, nuk do të bënte tentativa ushtarake. Dhe kjo është argumenti se Islami nuk është për hap me luftë, por me butësi me fjalën e sinqertë e të vërtetë. Kretë këta mirësi na i kemi. Ku shkosh në përbot, i kemi na këta mirësi, i kemi na këta sjellje, i kemi na këta vlera, i kemi na këta pozitivitete. Por çfarë po ndodh me neve? Ku është defekti? Sultan Sulejmani ka pas një vlla nga Qumshti, e ka pas emrin Jahja. Në moment kur Sultan Sulejmani u bë sultan dhe ai vllau nga Qumshti nuk ishte drejt trashëgimtare nga familja e hilafetit. Por nga se kishte vlla nga Qumshti, shumë i sinqert, shumë besnik, shumë musliman. E dinte Sultan Sulejmani se ai ishte musliman shumë i fuqishëm dhe shumë i sinqert, shumë i urtë, shumë i mençur. Kishte mësuar në shumë vende. E bani mufti. Mufti të komplet hilafetit. Kryetar i Bashkisë Islame të asaj kohe. Gjithmonë kur sultani kishte nevojë me marrë ndonjë fetva të rëndësishme për shtetin, e pyeste Jahja Efendiun. Jahja Efendiu i jepte përgjigje, po komunikimi i tyre ishte me shkrim. I theke Jahja Efendiu, pse be po më shkrim me shkrujt, hajde ulën zyre e pi të konsultojmë shenët. Tha jo, tha se kur dal para Zotit, me bo me vetë Zotit, o, Sulejman, pse be ke po kështu? Tha ja qes letrat, krejt shka mi ke shkujt ti, qëndrimi këti ja kombe, jo jemi, kim ka thonë banun e kum bo. Tha kështu që kujdes shka shkruun. Po, tha mirë. Një dit, Sultan Sulejmani kishte një derë shumë të madhë, kishte po një ëndër çuditshme se ka me ra shteti Osman, ka mu shkatru hilafeti Osman, ka mu shkatru qeveria islame. Dhe ja dërgoi një letër Jahja Efendiu duke ja shkruajtur një pyetje, tha, kur shkatrohet shteti? Pik. Edhe shkoi kurrieri me dërgu letrën në muftini dhe e mur Jahja Efendiu pa mendu fare. E kthej njëtën letër dhe e kthej kana tjetër. Dhe e shkruajti edhe Lau Bali. Tha mu hiç shumë interesant. Pik. Trapëm sheli letrën dhe çoja. Kurrieri nuk e di ka afërsinë çka e kanë këto të ditë. Tu shku për u dhe tha, e di me tha ki kuna jam t'ja që këtë letër, tha. Pa ati me kusha Sultan Sulejmani, me këtë dunjoja për një nga ditu. Tha qoja, tha ti, tha, qoja letër, dhe me tut, shkojtë Sultan Sulejmani në zyre, tha bërëm, tha letër e muftijut. E hapi Sultani letër dhe po lexon nga mbrapa, e në Lau Bali, mu shumë intereson. Filloj me mendu, tha, shka obe ki përgjigje kështu, me hangër vetën, me lujt menç për nervozës, ju tha ministrave dhe krejt jashtë prej zyreve, ndeti vetë 2 orë në zyre, nuk ishte përgjigje. E mori gjupën e veshi dhe u drejtu në kam, drejt muftinis, kur mrinit e muftia, tha, o sultan, tha, pse s'na tireve, tha, se na kish mjartë e ti, tha, jo ti të na, tha, gjithmonë, tha, aj që ka zorë, tha, shkon të aj tjetëri, tha, jo aj që s'ka zorë martë e këtejna, tha, unë e kam zorë, tha, unë e vite ti. Tha, po më kalzon drejt, tha, shka që kjo përgjigje, tha, se ka pak i kriz, tha, të më lujt. Tha, ullu, a do qaj? Tha, ka me pi qaj dhe ka me hangur buk, pasit ma japsh përgjigjen. Tha, në një moment, me ngritje zëri, komplet njëtë që kure ka thonaj, do e them edhe unë. S'kam qenë ati, po e kam lezu transmetimin. Në një moment, ta kur ti thuash nonës dhe babës, se fëmiu i ti ka lajthit dhe ajtë thot shumë intereson, atër ta shkatrot familja. Në moment kur ti thua është dikunja që Allah i ka dhonë post në këtë dunja, se njerëzit të cilët i ke nën postin tanë,
janë duke e lajthit rrugën, a i thot shumë intereson, thë këtu shkatrohet, qeveria. Në moment kur ti thush të parit biznesit se punëtorët e tu kanë fillu me rejt, me mashtru e me bohile, dhe a i thot shumë intereson, në vesh du me mrit e parët, thë këtu është shkatru biznesi. E na musliman po thojna, s'po na intereson për muslimanët atje larkë, se po vrojnë 70.000, se na kina drejt me majt fjalime na për konferencat e armikut, e me thonë se dhe unë me jam sigur ju. Na kina drejt me majt këta fjalime. A mendojmë nëse për shdo ditë shkojmë të vorë dhe kina me vdek, kjo dunjoma se si ka met Nuhit a.s. që ka jetu 950 vjetë, sigur të asmu as lisë ka me na met. A mendoni se na këtu kina me mbet për sa ere? Jo vallahi. Kina me dojë për Allahut. Kina me dhonë përgjigje për ata që ka thonë pejgamberi a.s. nëse besimtarin e zen gjumi dhe kojshiu i ti ka dert buke ose ka një dert tjetër, a i ka problem me besimin, nuk është besimtar. Imani ati ka hik. Se herë në zen gjumi neve, duke mos e ditë se ata vlezrit tonë musliman, a kanë buk me hangër, a kanë uj me pi, a kanë qetësi, a s'kanë qetësi, apo edhe na themi s'po na intereson. Se kështu kemi vazhdu jetën, na po thojmë s'po na intereson, o vlezër të dashur musliman. Neve s'po na intereson për Shkupin, s'na intereson për Tetovën, s'na intereson për Prishtinën, s'na intereson për Kërqovën, s'na intereson për Tiranën, s'na intereson se çfarë botë atje s'na intereson. Në moment kur na do zgjohemi, do themi se po na intereson për çdo gjë, na nuk do të mund ta kthejmë krenarinë tonë islame, muslimane dhe shqiptare asnjëherë. Ata të cilët interesoheshin dhe ju çonte shpirti për ata toka, nuk e lana tokë pa prek. Ati që e kishte kuptu sunetin e pejgamberit a.s. qartë, mirë dhe pastër, tha kutë si thanë shtoka ime. Ishte Omeri radiallahu anhu. Edhe ati tjetrit, kur e humbën muslimanët se dullën do musliman që su interesoj ke, prape humbën. Erdhi Salahuddin Ejubi përsëri tha, kjo shtoka ime, tha herdo kur do tha du të be ardhën e këtu. E mori, përsëri erdhëm na që s'na intereson dhe na i morën, bilës dalin do njerëz nga lloji dhe fara jonë. Dhe shkojnë në konakët e tyre. Dhe ju thonë se na jemi sikur juve, po është e vërtet shqiptarët ju kanë ndihmu. Ju kanë ndihmu për me tregu vlerën tonë shqiptare muslimane, se neve edhe armiku edhe hasmi me na hinë shpina pa bukë se qesmi prej dere. Dhe nuk e trahtojmë, na armitësinë e mbajmë jashtë në Majdan, po jo në shtëpi tona. E ata edhe pse i kemi pas hasën pejgamberit, kur na kanë ardhur në shtëpi, na e kemi hap derën dhe ju kemi dhënë bukë e ju kemi ndihmu. Po është e vërtet. Por ama sot zagart atyre nuk bëhemi. Jeni shumë të sinqert, jemi shumë drejt. Por na do ta tregojmë veten në moment kur do t'i lidhim raportet mirë me Allahun xhaleshanu. Në moment kur na do të mundohemi të jetojmë konform asaj që Zoti ka thonë, e pejgamberi na ka mësuar, e sahabët e kanë jetuar. Në ata momente po do të jetojmë faqebar në këtë dunjë, do dalim ballhapur faqebar për Allahut ditën e gjykimit e do t'i themi jemi këtu o Zot, jetuam për ty dhe vdiqëm për ty. Në moment kur na nuk na intereson kur gjë përpos interesit tonë personal, do të dalim me vetëm interesin tonë personal e nuk do të fitojmë kurkush. Njeriu që jeton vetëm me interesin e vet personal, edhe xhenazën s'ka kush më ia falë me voroz, e mos flasme për punë tjera. Allahu ju shpërblet për ndëgjimin. Allahu inshallah kështu siç ja ka bashkuar sot në këtë xhami, na bashkon në Xhennetul Firdaus me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Allahu inshallah të burgosurit ton padrejtisht i liron. Allahu inshallah të sëmuarit ton i shëron, të vdekurit ton i mëshiron, vëllezërve ton anë kanë botës ju ndihmon, dhe kështu siç ja ka bashkuar sot në këtë xhami në Xhennetul Firdaus me Muhammedin alayhi salatu wassalam na bashkon. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha al-azim li wa lakum fa ya fawza al-mustaghfirin astaghfiruhu yaghfir lakum.